Leonard Veizi vjen me një botim të ri. Depresioni i bardhë është vëllimi i tretë i kolanës që parashoqërohet me vëllimet ku janë përmbledhur një numër i konsiderueshëm refleksionesh dhe përsjatjesh, depresioni blu dhe depresioni i kuqezi. Bota e letrave, ashtu si dhe botët e tjera, mund të krahasohet me një labirint të gjatë, ku ndeshesh me pengesa të panumërta e të papritura që të sfidojnë në çdo kthes. Ashtu si ai labirint, edhe bota e të shkruarit të sfidon me pasqyra që të tregojnë jo vetëm fytyrën, por edhe kufijtë e krijimit. Çdo fjali është një kthes e re, çdo paragraf një udhëkryq. Dhe ndërsa autori kërkon rrugën e daljes, ndoshta ajo që ka më shumë rëndësi nuk është të dalë për te, por të vazhdojë me këmbëngulje të lëviz brenda saj, duke provuar, duke u përplasur, duke sfiduar dhe mbi të gjitha, duke mos u ndalur. Libri Depresioni i bardhë, po aq sa dhe Depresioni blu dhe Depresioni kuqezi, gjithashtu është si një hartë e mendimeve të tij, por edhe e ndjenjave kontradiktore, jo antagoniste. E cilësuar nga autori si letërsi industriale, vëllimi i fundit i triologjisë është një sprov sa publicistike aq edhe letrare. Vëllimi prej 566 faqesh, me redaktore Oriona Tresa, është botuar nga shtëpia botuese M&B, dhe në të veç refleksioneve dhe përsjatjeve janë bërë pjesë dhe hyrjet letrare të një serie intervistash të personaliteteve të ndryshme të artit dhe kulturës marrë në vite. Ky është libri 14 i autorit.